që ju arrini të lexoni nga ato që dalin në të paktën media, sepse ne nuk I dim të gjitha. A do të shkoj a mundet SBA që të bëj të njëjtën gjë që bëri me Irakun, në kuptimin që për një kohë shkurtër të jap zgjidhje çështjes Iranit, përmbys regjimin atje, apo po futemi, dhe kjo është frika e madhe që ka kapur gjithë botën sot, po futemi në një situatë njëjtë si Ukraina, ku do mbetemi në një konflikt I cili do të vazhdojë për një kohë të gjatë dhe do të konsumojë pa diskutim gjithë vendet e rajonit. Jeni të sigurt se inteligjenca amerikane dhe partnerët e saj kanë analizuar në detaje zhvillimet, janë brenda planifikimeve të inteligjencës së partnerëve dhe SBA-s, dhe zhvillimet do të vazhdojnë tutje. Siç e thash edhe më parë, nuk mund të zgjasë deri në 90 ditë kjo aktivitet I Iranit, edhe Rusia dhe Kina do të pajtohen me faktin që nuk kanë kapacitete për të ushtruar ndikimin e tyre dhe se stati e tyre është për të pajtuar me faktin e mbështetjes që SBA-ja ka nga palët e fuqishme në ndikim qoftë në aspektin e shkëmbimeve tregtare, qoftë në aspektin e organizimit tri ushtarak në glob që po vije. Ju e dini që presidenti Trump para se të ndodhte mund të them përplasja apo lufta mes Izraelit dhe Iranit, kishte një vizitë fuqishme në lindjen e mesme, padyshim që janë diskutuar zhvillimet që po ndodhin sot, ka marrë bekimin e vendeve të lindjes mesme për një gjë të tillë, ka mbështetje gjithashtu edhe ekonomike dhe ka rritur shkëmbime tregtare duke nënshkruar kontrata të fuqishme, me çka ishte një goditje paraprake për Kinën dhe Rusinë në aspektin ekonomik, dhe tani po vazhdon kjo çështje e invadimit ushtarak, e cila unë thash do të ndodhë maksimumi deri në 90 ditë, dhe se do të kemi forcat ushtarake amerikane brenda Iranit që do të futen nga Iraku dhe do të sjellin paqë për një kohë të gjatë, dhe njëkohësisht do të bëjnë siguri afatgjate për vetë lindjen e mesme. Ne kemi informacione të sakta se do të vendoset edhe një bazë amerikane në Gaza, si garanci e mos zhvillimit luftës në të ardhmen mes Palestinës dhe Izraelit. Zona e cila konsiderohet si zonë e konfliktit do të monitorohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe forca tjera ndërkombëtare që mund të jenë të angazhuara nga OKB-ja, kështu që padyshim do të kemi një organizim tri për të siguruar aktivitetet të rëndësishme të cilat e lidhen me një paqe afatgjate në rajon. E fundit, zoti Elezi, duke qenë se flet nga Prishtina, ndërkohë që Trump po tenton të japë zgjidhjeve shumë pikave të nxehta, ka përmendur së fundmi edhe Kosovën. Do ta zgjidh atë pavarësisht gabimeve që bëri administrata Biden. Për çfarë gabimesh e ka fjalën dhe cila është zgjidhja që mendoni se është në tavolinë për sa I përket situatës Kosovë-Serbi? Ajo që tha Trump është një çështje që e kam paralajmëruar në diskutimin së bashku që kemi pasur. SBA-ja e bëri zyrtare deklarimin që e kemi ndarë ne dy për shikuesit tuaj, se SBA ka një plan angazhimi serioz për sigurinë dhe çështjet që lidhen me ndërmarrësi dhe ekonominë në Ballkan. Dhe çështja e parë që administrata Trump e lidh është zbatimi I marrëveshjes apo riorganizimi I marrëveshjes të cilën e kishte nënshkruar ish kryeministri I Republikës Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti I Serbisë në Washington, një marrëveshje që kishte të bëjë me organizim ekonomik që dy palët duke shfrytzuar çështjet ekonomike të I kalojnë problemet cilat kanë bëjnë me, mund të themi, fuqinjësi të mirë. Ishte marrë modeli I angazhimeve ekonomike mes Francës dhe Gjermanisë pas luftës dytë botërore. Dhe kjo do të ndodhë. Për administrata e re e Trump ka sigurisht që dy projekte të fuqishme për Ballkanin dhe për Kosovën, realizimin e projektit ndërtimin e bazës amerikane e cila do të jetë në vendin në Ferizaj, ku aktualisht është baza bën stil si bazë e brigadës shumë kombështelindje e NATO-s. Pra do kemi një bazë tjetër, zoti Elezi? Aktualisht kemi bazën e brigadës shumë kombështelindje të NATO-s e cila zbatohet përmes të forit, por kjo bazë do shndrohet në bazë
amerikane, është baza Nürnbergit Gjermanisë, e cila do të vendoset në Ferizaj në bazën bën stil sot ku është, dhe njëkohësisht do të filloj një projekt ekonomik ku 8 ndërmarrje të fuqishme të SBA-s kanë marrë, mund të themi, vijen e gjelbërt për të vazhduar me projektin e gazit të Kosovës, ku besohet se thëngjilli i Kosovës do të shndrohet në gaz dhe Kosova do të jetë një ekonomi e fuqishme në Ballkan, sa i përket çështjes së energjisë, një ndër angazhimet kryesore që SBA ka në çështjet e ekonomisë jashtë SBA-ve. Po ndërkohë që të gjitha këto i diskutojmë, qeveria e Kosovës mbetet në krizë politike, zoti Elezi, me kë do komunikoj Donald Trump? Po, SBA-ja ka marrëdhënie natyrale, populli amerikan me popullin e Kosovës kanë një marrëdhënie natyrale. SBA-t nuk kanë ndërhyr deri më tani sa i përket në drejtësinë dhe në jetën demokratike në Kosovë, duke mos ndikuar se si palët politike do të zgjidhin problemin. Ne do të kemi një afat që do të vijë shumë shpejt nga gjykata kushtetuese, e cila ose do të ndihmoj procesin për shkuar në zgjedhjet e reja, ose do të japë mundësinë subjekteve opozitare për të organizuar parlamentin dhe qeverinë ardhshme. Thjesht në këtë aspekt SBA-t kanë shfrytzuar të drejtën për mos ndërhyrje në organizimin e brendshëm, duke mbajtur një pozicion korrekt dhe real që mos të kuptohet se SBA ndërhyn edhe tek organizimi politik i brendshëm, por që në fakt tani më ka sinjale që institucionet e drejtësisë të Kosovës do të japin epilogin e saj, do të kemi një qeveri e cila ose do të rrjedhë sipas një marrëveshje 3 nga opozita, dhe do të kemi kryeministër të Republikës Kosovës, kandidatin për kryeministër nga rahat e PDK-s Bedri Hamza, ose do të kemi në zgjedhjet e reja, të cilat do të jenë së shpejti ndoshta një afat mes 44-45 ditëve. Zoti Elezi, na dhe shumë lajme në një koment shumë shkurtër. Të falenderoj shumë që të pata. Uroj që të jenë të dobishme për shikuesit tuaj. Kënaqësi. Ndërkaq që regjia ju lutem më lidhni pak me të ftuarin tjetër. Ndërkaq që është lidhur me mua nga Izmiri, nga Turqia, Sokol Braja, gazetar. Sokol, kënaqësi që të kam. Është gjithashtu edhe për mua është kënaqësi. Është hera e parë që të kam dhe vlerësoj shumë, domethënë, kohën që po na kushtonin. Sokol, Asi edhe për mua. Si e shikoni nga Turqia konfliktin e sapo filluar midis Izraelit edhe Iranit? Dhe do doja dija më së shumti, domethënë, rolin që po mban Turqia për sa i përket këtij konflikti, sepse të paktën mbrëm kemi pas deklarata terpaseshme, po Trump sikur mbrëm ishte edhe më i vendosur, ka miratuar planin për sulmin ndaj, por nuk ka dhënë atë, le të themi, nuk ka marrë atë vendimin final për sulmin ndaj centraleve bërthamore në Izrael. Ndërkaq ka patur një reagim të Vladimir Putin, i cili në fjalë, në terma diplomatik ka nënkuptuar që kjo do ishte fatale, sepse do ta fuste situatën në një situatë të papëlqyeshme për të gjithë. Ka patur dhe reagim nga Kina. Turqia ku qëndron këtu, se dje patëm një deklaratë fortë të Erdoganit. Do doja dija përveç deklaratave cilat janë qëndrimet e Turqisë, por fillimisht nisim me deklaratën çfarë tha Erdogan dhe çfarë nënkupton dhe kush janë qëndrimet që po mban Turqia. Po që në orët e para të sulmit që Izraeli i bëri Iranit, Turqia, presidenti Erdogan, ministri punët jashtë Hakan Fidani, po ashtu edhe ministri i mbrojtjes, kanë dënuar ashpër sulmin e Izraelit në ashtu dhe kanë quajtur një shtet hajdut, një shtet kriminal, një shtet që po bën gjenocid në Gaza dhe tashmë po ndez gjithë rajonin, gjithë rajonin për fut në luftë, dhe për këtë arsye Turqia është e shprehur haptas kundra këtij sulmi, me pa asnjë të drejtë logjike, sepse një shtet sovran nuk duhet sulmuar nga një shtet të sovran, dhe pretekstet janë tek kota, duke u bazuar qoftë në luftën e Irakut, edhe në Siri edhe në Libi, domethënë që ka bërë Amerika me prioritetin e Amerikës, dhe për këtë arsye Turqia është shprehur
automatikisht kundra, por në realitet çfarë po bën Turqia për këtë, normalisht që Turqia është anëtare e NATO-s, është anëtare që vitet e 50 dhe kështu që gjithë hapësira ajrore e Turqisë është edhe në kontrollin e NATO-s dhe siç dihet tashmë që nuk janë të fshehura, redi është që të gjithë të dhënat i shkojnë Izraelit, i shkojnë Mossadit dhe Tel Avivit dhe për këtë çfarë mund të bëjnë Turqia është tjetër, kurse prononcimet zyrtare kanë qenë automatikisht të kundra këtij sulmi, bile se Parmrami kanë rrëzuar edhe dy dronë iranian që po shkoshin drejt Izraelit, që kishin kaluar edhe në vijën ajrore turke, janë rrëzuar nga ushtria turke, kurse me pa nga ana rajonale, normalisht që Turqisë nuk i konvenojnë këto luftra, sepse Turqia pagua një faturë shumë të shtrenjtë, dhe siç ishte për shembull në Siri këto vitet e fundit, ku mbi 5-6 milion sirianë refugjat të luftës kanë ardhur në Turqi, por nga ana tjetër Turqia ka edhe një perspektivë tjetër me sa e shohun Redi që tashmë po e shef edhe dy rivalet e tij kryesor, qoftë botës islame që është rivali kryesor është Irani, por ashtu edhe të botës hebre që është Izraeli, po e shef mangësitë e tyre sepse Izraeli për herë të parë në historinë e tij po lufton me një shtet, kurse atë që ka bërë kundra Libanit, Hamasit e tjerë nuk kanë qenë shtete, kanë qenë organizata të vogla ku shumë le për të dëshiruar e ka filluar vetë sulmet Izraeli apo e kanë filluar të tjerët, kjo le për të dëshiruar dhe debate ende që debatohen në të gjithë botën, por ajo që po shef Turqia këtu është sa i fortë është Irani, se a është me të vërtetë ai luani në gjumë, ai luani i madh në gjumë, apo jo. Dhe këtu e vërtetoj që nuk është aq luani i madh Irani, kurse me pa nga ana e Izraelit, ajo kubeja e çelik, domethënë umbrella e çelik që nuk lën në tokët e premtuara nga Zoti, nuk lën asnjë zog me fluturua dhe jo më të vinë prellat, të vinë bombat. Edhe kjo fantazi, domethënë mund ta quajmë teologjike, të bazuar në shkencë, le për të dëshiruar, sepse Irani, të paktën sipas të dhënave zyrtare që kemi, me armë bomba hipersonike dhe supersonike që me koka shumë të vogla dhe jo aq të mëdha sa ka në arsenalin e vet Irani, arriti të hapi domethënë qiellin e Tel Avivit dhe të Haifas, ku nëse referohemi ty në 7 ditëve, për pavarësisht se këto ndryshojnë dita ditës, ora orës, tjetër gjëra. Pastaj janë edhe në gjendje lufte të dy shtete, ku propaganda mediatike është ndoshta edhe shumë më kryesore se sa vetë sulmet e të dy anëve, dhe të gjithë anët po bëjnë ashtu, por Turqia, me pa nga aspekti i Turqisë, duke qenë një aleate e NATO-s, normalisht që do të veprojnë automatikisht në parimet e NATO-s dhe në aleancën e NATO-s, por gjithsesi edhe komshi, edhe Irani e ka komshi, edhe pse ka rival jetik Iranin, Turqia po mundohet të kuptojë të dy anët se ku kanë mangësitë e saj, sepse Red siç dihet dekadat e fundit Turqia po bën një investim të paparë, domethënë në prodhimin e armëve made in Turkey. Po, kemi parë së fundmi edhe investim të madh në raketat me rreze të gjatë nga ana e Turqisë, po përgatitet për epokën e raketave hipersonike edhe Turqia. Po përgatitet Red, por në fakt kjo është një trend botror, nuk është vetëm i Turqisë, por nuk do të harruar kjo që vetë prodhimet turke ndoshta nga disa vende të tjera, domethënë quhen sikur armiku Turqia do bëhet e fortë, dhe jo, sepse të gjitha këto prodhimet e Turqisë janë të sinkronizuara në umbrellën e NATO-s dhe me të vërtetë nuk janë aq të frikshme sa kujtojmë, sepse siç dihet nuk prodhon vetëm Turqia, por prodhojnë shumë anëtarët e NATO-s, nuk është për shembull si prodhimi i kinezit apo i rusit apo i të tjerëve, sepse është në umbrellën e NATO-s dhe automatikisht e kemi një sinkronizim, domethënë qoftë me NATO-n, por qoftë edhe me Amerikën dhe me Izraelin, sepse dronet e parë që kanë ardhur në Turqi dhe që kanë